Në ditën ndërkombëtare të rinisë, Qendra e Gjakovës u kthye në një hapësirë ku të rinjt patën mundësi të shprehin idetë, shqetësimet dhe kërkesat e tyre. Aktivistët e Këshillit të Veprimit Rinor Lokal mblodhën disa të rinj në qendër të qytetit me synim që zëri dhe idetë e tyre të dëgjohen. Sot është dita ndërkombëtare e rinisë, 12 gushti, edhe ne si KVRD jemi dalë këtu në qendër të qytetit për t'i marrë mendimet e të rinjve, edhe t'i qesim këtu në letër, edhe këto mendimet e të rinjve se çka dojnë me pa më ndryshe në qytetin e Gjakovës ka fusha e rinisë, kemi mi dorëzu në komunën e Gjakovës ose në drejtorinë për kulturë, rinj dhe sport, edhe mi rishiku se çfarë mujmë me bë me këto idetë të rinjve. Ndër kërkesat e ngritura janë më shumë mundësi për angazhim, aktivitete dhe hapësira për të rinjt. Mendoj se neve rinisë na mungon një qendër rinore, një prej pikave më të rëndësishme. Gjithashtu na mungon edhe festivale për neve të rinjve, gjithashtu në kohën e dimrit. Na mungon edhe një vend për aktivitete rekreative si këtu në qendrën e Gjakovës dhe shumë tjera. Gjakovës i duhen më shumë aktivitete të ndryshme për të rinjt që mujmë i bashku ose jo me najt vetëm në shtëpi sa. Sot ata shkruan idetë të tyre në letër, por ajo që kërkojnë është që këto ide të mos mbeten vetëm aty. Në ditën e rinisë, mesazhi i tyre është që ata duan të dëgjohen dhe të jenë pjesë e ndryshimit.